Pas ndërtimit të fabrikës së ujit edhe një përurimi solem që është bo nga una edhe kryeministit Kosovës edhe kryetarit, qytetarët e Klinës nuk mujnë me mush gotën me pije ujë. Kjo është fillu me rrjedh ujit edhe po presim rezultatet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Se duar me Zotin Kurti dhe më ka premtuar që në mandatin që besojmë që do ta qeverisim ne, do ta zgjidhim këtë problem. Zënune përmendi fillimin e ndërtimit të një fabrike tjetër për ujin e pijshëm. Na I kemi 25 vite që s'po mujmë me siguru ujit e pijshëm edhe do të thotë që qytetarëve të Klinës do t'ju bjen me prit prap për me siguru ujit e pijshëm. Unë mendoj se duhet bëhet një studim më I mirë, një studim korrekt edhe me departamentin e ujrave në kodër të ministrisë, po edhe një bashkëpunim të mirëfillt me komunat fqinje, në mënyrë që të sigurojmë burim të ujit të pijshëm për qytetarët e Klinës. Koha, Zenon. Lidhur me ujin e pijes, ekziston një raport I cili është hartu mbi bazën e një komisioni që është ngrit nga kryeministi Kurti dhe rekomandimi I parë që ka qenë rreth 80 litra në sekond ujë të pijes, ndërtimi një fundruesi që ka siguru burimin e ujit për fabrikën e cila tashme ekziston, është implementuar dhe ka përfundu, faktikisht është në fazat e testimit nga Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik, ndërsa si prioriteti I dytë ose rekomandimi I dytë nga ai komision është ky për ndërtimin e 200 litra në sekond kapacitetit. Faleminderit. Arben. Pas ndërtimit të fabrikës së ujit edhe një përurimi solem që është bo nga una edhe kryeministit Kosovës edhe kryetarit, qytetarët e Klinës nuk mujnë me mush gotën me pije ujë. Kjo është e rëndësishme për qytetarët tonë. Ramiz. Jeta, edhe pas tyre viteve, Klina flen mbi lumen, por ujë ka, ujë të pijes nuk ka. Të vish ditëve të vikendit në Klinë, nëse do me taku një mik, nuk e gjon aty, si që ndodhi me mua dje, se kishte shkuar për të furnizuar me ujë të pijes në Glogjan, në Istok dhe vende tjera për të siguruar për javën që pason ujin e pijes. Ky është problemi që nuk është zgjidhur për këto vitet e tëra. Zenon. Unë e shpjegova pak, po do ta detajzoj. Realisht unë nuk bëj investime kuturo, janë të bazuara mbi bazën e profesionistëve në nivelin më të lartë që ka Republika Kosovës, pra një komision ndërministror, të cilin raport e ka revidu Fakulteti I Makinerisë në kuadër të Universitetit Prishtinës. Dhe ne po shkojmë ta implementojmë këto rekomandime që kanë rrjedh nga ky raport. Ramiz, po du ti me adresu faktin që po ja qesin topin edhe qeverisë, sepse qeveria I mbikëqyr kompanit rajonale, Ministria e Ekonomisë I mbikëqyr, jo komuna. Zakonisht Arbeni e përmendi Jeta që kohëve të fundit ishte pikërisht kryeministri që bashkë me kryetarin e kanë bërë përurimin e disa filterave për filtrimin e ujit, po pasi është kryetari këtu mund ta pyetni a janë funksional ata filtera dhe pse prap nuk pijet ujë. Mirë, edhe këta janë të I prit rezultatet, po edhe ju si përfaqësues I partisë qeverisje mundeni me na kallëzu. Pse masi që ka dalë fotografi zotni Kurti, me zotni Lezën, nuk e dim a janë këto rezultate, pse s'po pjellin thjesht çdo përurim I çfarë do projekti qoftë të gjithë qytetarët I gëzohen. Unë kam biseduar pikërisht kur I kam hyrë garës për të parin e Klinës, kam biseduar me zotin Kurti dhe më ka premtuar që në mandatin që besojmë që do ta qeverisim ne, do ta zgjidhim këtë problem. Se aty duhet të ketë një investim ndoshta edhe më I madh dhe qytetarët. E në ndërkohë, çka po thot Ministria e Ekonomisë, ku prapë keni ministrin e vetvendosis? Çka po thot? Pse s'keni kvalitet mirë? Ato projektet më mirë I din kryetari, I cili tu I menaxhu me komunën. Kur vijun në pushtet atëherë di si menaxhoj. Po të pyes për shkak se jemi 25 vjet që diskutojmë për ujin Klin. Janë 20 vjet sigurt. Zenon. Projektin për cilin po flasim është implementu, ka përfundu, është inauguru, është fjala sigurimi burimit të ujit, sepse bazuar në rekomandimin e raportit që përmenda më herët, si e met ka qenë që uji në burim nuk ka qenë I përshtatshëm për të kaluar nëpër filterat e një fabrike e cila
ka qenë investuar në vitet 2015. E tash që më nuk filterat masë që inaugurut me zotin Fundrusi është shumë funksion dhe tani është në përgjithësinë e kompanisë Hidrodrini që të bën ka bë një 2 muaj kohë me komuniku në mes të fabrikës ekzistuese dhe rezervuarit për shkak të teknologjisë së vjetruar dhe tani mo që një dikun 10 ditë e kanë zgjidh problemin dhe ka fillu me rrjedh ujë edhe po presim rezultatet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Okej.